Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas riformatimit të fundit të kabinetit qeveritar, duke cilësuar përbërjen e re të qeverisë si vazhdimsi të asaj që ai e konsideron një sistem të konsoliduar korrupsioni. Riformatimi i qeverisë me klonimin të klonuar nga Lubi Balluku shënon krimin permanent në vazhdim, shënon përpjekjen për të trashëguar nëpërmjet krimit dhe vjedhjes shqiptarëve. Të gjithë të emëruarit pa përjashtim janë të lidhur një me njëmi fije me korrupsionin më të lartë qeveritar. Kanë firmat e tyre në aferat e mëdha korruptive të vendit në fushën e infrastrukturës, në fushën e energjisë dhe në fusha tjera. Duke komentuar ceremoninë e betimit të ministrave të rinj në presidencë, kreu i demokratëve e cilësoi si një nga më qesharakët. Bajrami i presidencës u bë haram i presidencës, me firmat që vendosi, me mungesën totale të guximit për t'i hedhur poshtë propozimet. Ai u bë pjesë e një krimi permanent të vazhdueshëm. Berisha u ndal edhe te protesta e opozitës, duke theksuar se ata nuk janë të lidhur me çështje të veçanta apo vendime të saktuara politike. Sipas tij, qëllimi kryesor i protestave është largimi i kryeministrit Edi Rama nga drejtimi i qeverisë. Protesta ka vetëm një qëllim, largimin e Edi Ramës. Nuk thrasim ne protest për asnjë qëllim tjetër përveç largimit të Edi Ramës. Kjo është përfundimtare. Në deklaratën e tij, Berisha komentoi gjithashtu edhe tensionet e fundit në kuvent, përfshirë përplasjen verbale mes kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe deputetes së Partisë Demokratike Albana Vokshi. Tauland Balla, një kriminal i damkosur. Për sa i përket gjuhës tij, është gjuha që i shkon atij. Ajo është gjuhë e njeriu që nuk ka asnjë normë morale, asnjë normë shoqërore, asnjë normë ligjore, është një kriminal peng i krimit i aftë të zbatojë. Por ai ka zbatuar dje porosinë direkte të Edi Ramës. Ne kemi të dhëna dhe do hetojmë se ajo porosi se ajo që ka tha Tauland Balla është bërë në përputhje me porosinë e Edi Ramës ndaj dëshkimeve të njëpasnjëshme që ka marrë dhe do marrë nga komuniteti ndërkombëtar.